Live from Tirana. Live from Tirana. 6 tetor dhe tetori njihet ndryshe si tetori roz, si muaji i ndërgjegjësimit kundër luftës me kancerin e gjirit, një sëmundje e cila fatkesisht duhet të pranojmë që është çdo ditë në rritje, çdo ditë në përhapje masive. Për diskutuar me këtë kemi doktoresh Edlira Rehovica nga Spitali Hygea, Tiranë. Faleminderit për ftesën. Mirë se vjen në program direkt nga misioni juaj i përditshëm. Më live se kaq nuk ishte si të ndodhë direkt nga spitali me uniformën e punës në Live from Tirana. Si jeni ju? Mirë, juve? Pse është kaq shumë i rëndësishëm tetori roz për ju që e bëni çdo ditë këtë punë të vështirë, por edhe në shpëtim të jetëve të njerëzve patjetër? Në fakt unë e them gjithmonë që nuk duhet të jetë vetëm tetori roz, po duhet të jetë çdo muaj roz, por me që tetori është roz, ne e bëjmë akoma më roz. Dhe patjetër që në tetorin roz, për shkak të shumë arsyeve, ndërgjegjësimi mbas ofertat që bëhen në spital, patjetër ka dhe një dyndje më të madhe, po themi të grave, të cilat vijnë për të vizituar. Tetori kryesisht shihet, unë thash, pra është muaji i ndërgjegjësimit, edhe ndodh që të ketë promocione për kontrollin, për të parë nëse larg qoftë një paciente mund të jetë diagnostikuar me kancerin e gjirit ose mund ta parandalojë atë, dihet që parandalimi kushton më shumë se kurimi. Sa ndryshon dyndja nga muajt e tjerë të vitit në tetor? Dua ta lidh pak këtë edhe mundësitë ekonomike të shqiptarëve, megjithëse kosto nuk është shumë e lartë gjithsesi, është shumë e vogël në raport me kurimin që do të pasojmë pas. Por gjithsesi duhet të pranojmë që ofertat, siç është në këtë muaj në Spitalin Hygea, e cila është deri në 50% zbritje, në mos gaboj apo jo. Po, në fakt mua nuk mund takon të flas për termat financiar, por me që e përmendët ju, po. Jo, e kemi edhe në paketën e promocionit në spitalin tuaj. Po, ka një promocion në ekot e gjirit, patjetër. Ky është një faktor i rëndësishëm për shumë gra, sepse dihet që termat financiar janë një çik patjetër të rëndësishëm për këdo. Por patjetër që çdo grua duhet i bëj këto kontrolle, edhe mos presi vetëm tetorin, sepse ne kemi ndihmuar, po themi, edhe gra që nuk kanë pasur mundësinë për ta paguar ekon, por janë paraqitur para spitalit. Domethënë jemi bërë në një farë mënyrë edhe si spital publik, sepse është njerëzorja në mes, në kuptimin që se ka ndodhur vërtet t'ju vinë gra po, patjetër, doktoresha nuk vjen për konsult, duhet një eko, do më vrasi spitali mua tani, jo, nuk do më vrasi për mirë, në kuptimin që patjetër kur kemi parë që me të vërtet janë në nevojë, edhe patjetër që e kemi bërë edhe eko, kemi vënë anën njerëzore të gjatë. Patjetër. Kjo është gjë shumë e bukur, humane, njerëzore, edhe më vjen mirë që e the në fakt, dhe këto vlen shumë për të thënë, përveç gjithë shpjegimit shkencor dhe profesional që ne do të bëjmë sot në program. Përpara se të kalojmë tek shkaqet, faktorët, ndodh shpesh, Edlira, që në tetor të çdo viti të ketë zbulime të reja, diagnostikime të reja me kancerin e gjirit. Nuk ka vetëm në tetor, ka në çdo muaj zbulime të reja, dhe ajo që vëmë re ne është ulja ndjeshëm e moshës së diagnostikimit. Kjo mund të atribuohet shumë faktorëve, gratë janë më të ndërgjegjësuara, patjetër që i kushtojnë rëndësi çdo shenjë, çdo anomalie që shohin tek gjiri i tyre, po patjetër edhe faktorë të tjerë të jashtëm që kanë çuar në shfaqje në moshat e hershme. Duke qenë se në tetor ka një numër më të madh të grave që paraqiten për të bërë ekot e gjirit, patjetër dhe probabiliteti që ti të zbulosh patologji të tilla është më i madh. Cila është mosha më e re që keni diagnostikuar? Domethënë deri në ku arrin kjo sëmundje? 22 vjeç. 22 vjeç. Po. 22 vjeç, vajza që vjen me mamin dhe me babin, pa nisur jetën akoma, themu, sepse është një moshë shumë e vogël. Edhe në këto raste të shteren dhe fjalët. Sa e rëndë është për ju që t'ja komunikoni? Po shumë e rëndë. Për të gjithë, në çdo moshë është e rëndë, po patjetër kur mosha është më e re, nuk di as të gjesh fjalët, po themi ngushëlluese, shpresën, nuk e di. Është pak e vështirë, shumë e vështirë më saktë, që të komunikosh një diagnozë të kësaj natyre tek vajza të moshës së re.
E trisht e rënd patjetër, po sa ka që në tjetër, cilat janë momentet që në profesionin tuaj duke u marrë çdo ditë me këto gra ju gjeni buzëqeshje, gjeni momente pozitive? Më trego pak për raportin tënd me gratë që diagnostikon dhe më pas kanë forcën dhe kurajën për të kuruar. Ne kemi pasur edhe rrëfime në fakt të personazhe publik dy të fundit që ja kanë dalë, pra është një sëmundje që edhe mund t'ja dilet në shumicën e rasteve nëse kapet në kohë. Nëse kapet në kohë ja dilet. Ja dilet. Okej, kjo është e rëndësishme. Tani të qenët grua të jep një favor, sepse ti merresh me një organ, të cilin e ke dhe vet, edhe patjetër që kur ti u shpjegon grave edhe i thua se çfarë ndjen, i përshkruan ti dhimbjen përpara se ato ta përshkruajnë, po them dhimbjet menstruale të gjirit. Të bën më afër me pacientin. Pastaj kur ti komunikon, unë gjithmonë vë veten time në vend natyre grave, si do doja unë të më thoshin dhe të ma komunikonin një diagnozë të tillë. Patjetër që buzëqeshja nuk më mungon, mendoj nga natyra që kam, po arri që në atë moment të shëmtuar, të një gjë shumë të shëmtuar, të buzëqeshin me lot në sy. Dua të kaloj pak më vonë tek shpjegimet shkencore mjekësore, cila është një histori që ti e tregon, e shpërndan me miqtë e tu, që të ka lënë bresa, historia e një gruaje që mund t'jeni bërë dhe me kesha aty, do të historia që të përlot për te uniformës së punës. Që mund t'jetë ndoshta dhe e trisht, por dhe frymëzuese. Jo, e trisht jo, sepse janë gra që tani janë shumë okay, edhe që më shkruajnë tani si shoqe të tyre. Për shembull, e përshëndes Loretën, përshëndes Dorinën, përshëndes shumë gra që moshatare me mua dhe nuk më thrasin me doktoresha, po e lira. Tani jam shoqja e tyre patjetër, sepse janë pasi e kanë kaluar këtë betejë, po që janë gra që janë edhe për mua janë model frymëzimi, sepse janë gratë të cilat shikoj forcën çdo ditë që të jenë të vinin bënin kimiot aty, pastaj shkonin në punë, pastaj fëmijët. Do të thënë ti shikon njerëzoren e një sëmundje të shëmtuar, po që përballohet me sukses nga gra të forta. Qartë, vjen mirë që është edhe gjithë kjo anë e fortë e grave që luftojnë çdo ditë me këtë sëmundje, edhe më vjen mirë që e paraqisni edhe këto detaje që ndodhin në Spitalin Hygia për gjitha gratë që vendosin të vizitojnë pas të kurohen. Ndërkohë, vetëm pas pak do të shpjegojmë për ato që nuk e kuptojnë çfarë është në të vërtetë kanceri i gjirit, cilët janë faktorët që është kaq e përhapur kjo sëmundje dhe fatkeqësisht po shpërndahet edhe në moshat e reja, çfarë duhet të bëjmë përveç kontrollit të shpesht në tek profesionistët e deri tek pastaj tek shpëtimi nga kjo sëmundje. Vetëm pas pak shpjegimi shkencor për tetorin roz për kancerin e gjirit në Live from Tirana me doktoresh Lirën nga Spitali Hygia. Sot po flasim për tetorin roz edhe kështu dua ta trajtoj me nota pozitive, sepse kur ka profesionist dhe nëse ne vendosim të kontrollohemi në kohë, gjithmonë nuk ka gjë të edhe me shpresën tek Zoti dhe me shpresën tek uniformat e bardha, gjithmonë ka zgjidhje. Me doktoreshet Lirë nga Spitali Hygia jemi sot në program për të folur për tetorin roz, i cili njihet si muaj i ndërgjegjësimit kundër me luftën, pra kundër kancerit të gjirit. Doktoresha, besoj e vure re sot dhe në korridor edhe kur po ngjiteshim që ka një natyra njerëzore ka frikë të kontrollohet, ndonjëherë. Si ta gjejnë forcën dhe guximin gratë që të vinë dhe të kontrollohen, pra të bëjnë një ekogjiri, se hapi parë është kontrolli, të zbulojmë her pas here. E para duhet të kuptojnë që nuk është e domosdoshme të kesh një ankesë specifike dhe të vish tek mjeku. Kontrollet periodike bëhen pa pasur ankesa specifike një herë në vit. Okej. Ideali është dita e 10 e 12 e ciklit, një herë në vit. Okej. Që do të thotë, ajo frika që kanë për të ardhur tek mjeku, në fakt duhet të kthehet në forcë. Sepse ti nëse shkon dhe kontrollohesh, edhe nëse ke diçka, ajo diçka që ke është totalisht e trajtueshme, e kurueshme. Për më tepër, ekot e gjirit janë ekzaminime jo të dhimbshme, nuk janë ekzaminime invazive që ti të vish me frikë. Janë ekzaminime safe, nuk kanë rreze, mund t'ja bëjmë grave shtatzan, mund t'ja bëjmë grave që ushqejnë me gji, mund t'ja bëjmë vajzave të vogla, që do të thotë, edhe kam fëmijë në gji, ose kam
jam shtatzan edhe prandaj nuk po vi të bëj eko, jo, këto nuk janë justifikime. Nuk ka asnjë justifikim. Janë kontrolle të pa efekte anësore. Po patjetër që janë kontrolle pa efekte anësore. Ekot e gjirit bëhen në mënyrë të përvitshme dhe nuk bëhen skip sepse ti je shtatzan apo sepse ti je duke ushqyer me gjë. Bazuar te situata jote fiziologjike ne bëjmë vlerësimin e duhur sipas situatës në cilën ti ndodhesh. Qartë, le të sqarojmë pak diçka. Jemi të gjithë dakord që diagnostikimi i hershëm vlen dhe shpëton jetë dhe është shumë mirë se sa kurimi më vonshëm. Por përpos atyre që nuk e kanë kulturë, kontrollet, rutinë dhe të përhershme, cilat janë në fakt shenjat serioze që duhet të shqetësohen gratë, vajzat dhe duhet vinë menjëherë në dyert e spitalit për të bërë një ekogjiri, për të pastruar pak të lajmet që shpesh herë keq kuptojnë audiencën, e sidomos tani me futjen e ChatGPT-s në mes që mund të ngatrohen me gjitha shenjat. Pra, kush janë shenjat alarmante që duhet vinë menjëherë në spital për të bërë një ekogjiri gratë? Që të kuptosh shenjat alarmante, e para ti duhet ta njohësh gjirin tënd, që do të thotë duhet ta kesh prekur më përpara, ta njohësh si strukturë, që të njohësh diçka anormale. Patjetër shumica e grave që vinë dhe që nuk kanë bërë kontrolle periodike, po vinë ekoja e parë në jetë 50 vjeç. Shenja kryesore që ndjejnë dhe që ankojnë është prekja e një mase të padhimshme. Okej. Pra, që mund të jetë një nga shenjat. Një masë në gjoksin e tyre, por nuk shkakton dhimbje. Nuk shkakton dhimbje dhe fatkeqësisht shumica e kancerave nuk shkaktojnë dhimbje. Rriten, zmadhohen, deformojnë strukturën e gjirit pa shkaktuar dhimbje. Tjetër ankesë mund të jenë rrjedhjet ose sekrecionet nga koka e gjirit, edhe sa më shumë nuanca gjaku të kenë këto sekrecione, aq më të dyshimta janë. Rrjedhje do të thotë rrjedhje spontanet, jo rrjedhjet e induktuara duke e shtrydhur gjirin. Rrjedhjet që të bëjnë pis recipetat, që të bëjnë pis bluzën, kanatierën. Mund të jenë deformimet e kokës së gjirit, futja e kokës së gjirit brenda. Mund të jetë prekja e një mase në sjetull, dhe pse duket si një strukturë që është jashtë gjirit, është një nga zonat kryesore që ne kontrollojmë te kanceri i gjirit, që mund të jetë një limfonod i prekur aksilar në sjetull, që do të thotë mund të jetë një nga shenjat e kancerit të gjirit. Bërja e lëkurës, ne themi lëkurë portokalli, këto janë stadet të avancuara të kancerit, patjetër, edhe kjo mund të jetë një nga shenjat. Skuqjet lokale të gjirit. Skuqje lokale të gjirit. Që do të thotë pacientët që nuk ushqen me gji, moshë e madhe, çdo infeksion i gjirit duhet vlerësuar dhe duhet kontrolluar me përpikmëri. Cila është mosha që ju sugjeroni, ju e thatë, që keni diagnostikuar dhe vajzat të moshës 22 vjeçare, por në cilën moshë duhet të fillojë kontrolli rutin për në lidhje me ekon e gjirit? Ajo që shikojmë tani, për shembull, është edhe mamat që sjellin vajzat e vogla 14 vjeçare për kontrollet e gjirit, edhe me shumë frikë. Bëhet? Ekoja patjetër që bëhet, ja u thash që mund t'ja bëjmë gjithë, ja bëjmë bebave të vegjël për arsye të ndryshme, njëjti mekanizëm veprimi është, kështu që mund të bëhet edhe tek këto. Çrregullimet hormonale ose ardha e periodave, patjetër që shoqërohet edhe me pjesën e zhvillimit, po themi, të gjirit, edhe mund të ketë asimetri në zhvillimin e gjirit, mund të ketë skuqje të gjirit, dhe patjetër ti shef vajzën me mamin e vogël, mami me vajzën 14 vjeçare. Patjetër edhe kjo mund të vinë nëse kanë ankesa, por ekot e gjirit rekomandohen nga mosha 20 vjeç dhe sa të kemi jetën. Çdo vit. Ka bashkëshort që sillin gruan? Ka shumë bashkëshort që sillin. Domethënë, jo që e shoqërojnë, por që vendosin këto bashkëshort të sillin me zorë, thonjza, partnerën e tyre. Kjo nuk donte solla unë, edhe po kur i thua që duhet bërë biopsia për shembull, nuk e di, ta mendoj, jo do ta bëjmë, thot buri. Edhe pse nuk do ta bëj ai vet, po do ta bëjmë, ose janë suport shumë i mirë për gratë, dhe unë zgjedh që të jenë në të njëjtin ambient në cilën ne bëjmë ekon e gjirit, që në momentin që unë sqaroj gruan, njëkohësisht të kem sqaruar edhe burin, dhe për t'i dhënë mesazhin gruas që unë nuk kam asnjë gjë të fshet komunikimi mes teje dhe mes meje dhe burit, në kuptimin që asnjë gjë ekstra, sepse është dhe kjo tendenca të thosh, çfarë do më thuash ndonjë gjë, ose nxjerrin gruan për jashtë, çfarë do më thuash ndonjë gjë, ka si det kjo, çfarë mendon që është. I them ajo që ju thash kur ishte gruaja, është e njëjta gjë e vlefshme dhe për ju që jeni vetëm tani.
Profesionalizmi i mjekëve në Spitalin Hyjgea është absolut i padiskutueshëm, duket edhe nga ju që jeni sot, por edhe nga kolegët tuaj të sektoreve të ndryshme që flasin her pas here në media dhe ndërgjegjësojnë shqiptarët. Në raport me teknologjinë, më flit pak për luftën kundër kancerit të gjirit, si është në spitalin tuaj? Ajo që doja të thosha unë është dhe që i mëshoj kësaj gjëje, sepse është vërtet një më thuaj edhe me oriento, her pas herës është fushë e njëni më mirë se unë. Spitali Hyjgea është e vetmja strukturë në vend që ka nga hajat e zhëja, çdo gjë për trajtimin e kancerit të gjirit, që do të thotë, ti ke ekzaminimet radiologjike, patjetër asnjë gjë nuk mungon, që nga eko, mamor, rezonanca magnetike, skaneri, PET-CT-ja, që përdoret për stadifikim, edhe patjetër trajtimet kirurgjikale, çdo gjë tjetër deri tek trajtimet onkologjike dhe radioterapia. Domethënë në të njëjtën strukturë spitalore ti mbyll komplet ciklin e domosdoshëm për trajtimin e kësaj sëmundje. Patjetër çdo gjë e kohëve të fundit, e teknologjisë së fundit është në raport me teknologjinë moderne. Patjetër. Mirë, më vjen mirë, edhe unë dua të rikujtoj se patjetër do ketë gra ose burra që dëshojnë këtë intervistë në YouTube, në platformat tona sociale, por edhe të gjithë ju që jeni duke na dëgjuar në këtë moment në makinat tuaja dhe ju ka bllokuar pak trafiku. 20 minuta duen? Aq 20 minuta duen, nuk dhëm, nuk djeg, nuk çpon, kështu themor. Edhe 20 minuta në vit për veten, për respektin ndaj vetes, i duhet kushtuar vetes duke bërë një eko gjiri, e cila edhe në muaj të tjerë të vitit në optikën time nuk është se kushton shumë, por gjithsesi pavarësisht kësaj, duke marrë parasysh situatat e vështira ekonomike të shqiptarëve, Spitali Hyjgea vjen gjatë gjithë këtij muaji me 50% zbritje për ekon e gjirit, kështu që ju burra të nderuara që po na dëgjoni tani në këtë momente, merrni partneren tuaj, vajzën tuaj, maman tuaj, çojeni për një eko gjiri, se nuk i dihet, larg qoftë, dhe është më mirë ta zbuloni herët, ne uroj me shpirt mos kena asnjë problem, se sa të jetë shumë vonë. Dhe të gjitha ju gra që po na dëgjoni në këtë momente, keni 50% ulje tek Spitali Hyjgea për ekon e gjirit, me që është muaj tetori roz, pra i cili njihet ndryshe. Vetëm pas pak do dua të më shpjegoni çfarë është në thelb kanceri i gjirit. Pse vjen, pra folëm pak më parë për shenjat alarmuese. Po pse vjen sot kanceri i gjirit? Pse është një sëmundje kaq shumë e përhapur? Dhe do më tregosh pak rendin kronologjik nga zbulimi deri tek kurimi, për të treguar dëgjuesve dhe atyre që do na shohin më vonë në YouTube që nuk është fundi i botës. Mund t'ja dilet. Patjetër. Vetëm pas pak me doktor Eshe Lirë nga Spitali Hyjgea, fillimisht shkojmë në pak hapësirë publicitare në këtë të hënë të datës 6 tetor dhe ju rikujtoj dhe ritheksoj gjatë gjithë programit jemi duke diskutuar për tetorin roz me doktoresh Elira Rehovica, kirurge senologe nga Spitali Hyjgea, dhe dua të ma shpjegosh pak të termin. Se ndoshta shumë thot janë surprizuar dhe nuk e dini që ka një kirurge e dedikuar ndaj gjirit, apo jo? Ma shpjego pak më mirë. Kirurge senologe do të thotë kirurge që ka bërë specializimin për kirurgji të përgjithshme. Domethënë jam një kirurge përgjithshme. Dhe ekstra saj 2 vjet ekstra për specializuar për kirurgjinë e gjirit. Sepse gjiri është një organ edhe kërkon në operacione të dedikuara. Ti duhet të dish jo vetëm anatomin dhe nuk mjafton vetëm anatomia, po duhet të dish që nga diagnostika, teknikat kirurgjikale edhe ndjekjet postoperatore. Domethënë është një kirurg i specializuar për kirurgjinë e gjirit. Dhe gjiri nuk ka vetëm kirurgji, gjiri ka dhe sëmundje benigje, që do thotë edhe ato dhimbjet e rëndomta që ndihen, që ne i themi mastodini, janë pjesë e trajtimit nga kirurgu i gjirit. Domethënë kirurgu i gjirit jo vetëm pret. Kjo është. Është e rëndësishme për të theksuar. Çfarë është në fakt kanceri i gjirit? Kanceri i gjirit, si çdo kancer tjetër, është shumë fishim jashtë normës i qelizave në rastin tonë të gjirit. Që do të thotë, trupi jon, ne çdo ditë në trup na shumohen dhe na vdesin qeliza, për arsye të ndryshme. Këto qeliza nuk vdesin dhe shumë fishohen jashtë normës dhe krijojnë masa tumorale. Në rastin tonë gjiri, qelizat e gjirit. Pse ndodh? Nga vjen? Cilat janë faktorët? Cilat janë shkaqet, arsyet dhe me të gjitha pse kaq shumë në masë?
Kanceri i gjirit si çdo kancer tjetër, po në rastin tonë po flasim për gjirin, është një sëmundje multifaktoriale, që do të thotë ka shumë faktorë që ndikojnë, edhe ti nuk mund t'i vësh gishtin vetëm një faktori. Faktorët mund të jenë të brendshëm, po themi, faktorë që i përkasin gruas, femrës vet, dhe këtu mund të jenë faktorë gjenetik. Është i trashëgueshëm. Ka një gen, po patjetër. Ka një gen të caktuar, ka një mutacion të caktuar në gene specifike. Mund të ketë sëmundje të tjera kronike bazë që rrisin riskun për shfaqje të kancerit të gjirit, për shembull mund të jetë një sëmundje që prodhon estrogen, hormone në masë të lartë, përjedhoi gjiri ngelet i ekspozuar për një kohë të gjatë në vlerën e këtyre hormoneve. Patjetër pastaj dhe faktorët e jashtëm që janë jeta jonë sedentare, kequshqyerja, duani, alkooli. Mund ta quajmë ndjesmën e prerë. Mund ta quajmë, po madje po lexoj një artikull në fakt që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjinia femërore ishte tmerrsisht në masë në raporti me gjininë mashkullore në përdorimin e alkoolit. Por kequshqyerja mund të jetë një nga faktorët kryesor që çon më pas në kancerin e gjirit? Mund ta quajmë një faktor kryesor? Një nga faktorët kryesor, patjetër, sepse ne shumica han në mënyrë jo të balancuar, shumë yndyrna, shumë karbohidrate, ushqim të shpejtë, fast food, ushqimet paketuara, ushqimet pa kontrolluara, po themi fruta, perime të pa kontrolluara, edhe kjo është një faktor tjetër shumë i rëndësishëm. Patjetër që këto ndikojnë në zhvillimin ose në shfaqjen, po themi, hershëm të kancerit të gjirit. Do doja të më shpjegoje pak gjithë procesin kronologjik nga diagnostikimi e deri më pas, gjithmonë me shpresë Zotit dhe me shpresën kundrejt uniformave të bardha, deri tek shërimi. Sa mund të zjasi? Cilat janë hapat? A duhet që çdo ditë të gratë të drejtohen në spital? Domethënë, më shpjego pak. Çfarë ndodh? Nëse gruaja vjen dhe diagnostikohet me një formacion të dyshimt, sepse në momentin e parë që ne bëjmë eko dhe çdo imazheri nuk e ka tagrin për të vendosur diagnoza. Diagnoza vendoset vetëm me biopsi. Biopsia është ajo që na tregon qartë hapur se me çfarë kemi të bëjmë dhe përjedhoj dhe se si duhet ta trajtojmë këtë masë. Që do të thotë, jo domosdoshmërisht gratë me kancer të gjirit duhet të operohen në fillim. Ka formacione tumorale, pasi është bërë ajo analiza e famshme imunohistokimia që themi, në bazë të saj ne vendosim nëse kjo grua duhet trajtuar përpara me kimioterapi ose me hormonoterapi. Dhe pastaj të operohet apo duhet operuar dhe pastaj trajtuar. Domethënë kronologjia varion në bazë të natyrës së formacionit, sepse është një trajtim i personalizuar për atë formacion. Historia e një gruaje nuk i ngjan historisë së një gruaje tjetër. Doktoresha mua më thanë që të kushëria ime është operuar. Unë se do bëj kimio, sepse natyra e formacionit tuaj është për të bërë kimio. Duhet të bëjmë kimio në fillim dhe pastaj të operohem. Po marrim një rast klasik. Masa diagnostikohet, vendosim diagnozën bazë me anë të biopsisë dhe del një karcinom e gjirit, një kancer i gjirit. Pastaj ne duhet të sigurohemi që ky formacion është i lokalizuar vetëm në gjith dhe nuk ka përhapje diku tjetër. Që do të thotë, patjetër që do përdorim atë që quhet stadifikimi me PET-CT ose skanerin e famshëm Total Body. Pasi kemi bërë këtë gjë dhe kemi konstatuar që s'ka rasti më i mirë, nuk ka metastasa, nuk ka prekje të organeve të tjera në trup. Ky rast konsiderohet rast i zgjidhshëm me kirurgji. I ofrojmë gruas opsionet e mundshme të kirurgjisë, sepse dhe kirurgjia varion nga stadi i formacionit, nga mosha e gruas, nga struktura dhe madhësia e gjirit. Që do të thotë, pasi kemi bërë bashkë të gjitha këto, vendosim trajtimin e dur për këtë grua. Duhet të bëjmë një kirurgji ruajtëse të gjirit, duhet të bëjmë një kirurgji radikale, do vendosim apo jo proteza, patjetër bazuar te çdo grua dhe për pritshmëria, po themi, e çdo gruaje. Pasi kemi bërë kirurgjinë dhe çdo gjë ka shkuar me sukses, vazhdohet me trajtimet e mëtejshme që mund të jenë kimioterapia, hormonoterapia ose radioterapia nëse ne kemi bërë një kirurgji ruajtëse ose nëse kemi prekje të limfonodeve aksilar. Në optikën tuaj ka më shumë sensibilizim
sot se një vit më parë, 2 vite më parë, 3 vite më parë, ka një edukim në masë në lidhje me kontrollet dhe ekon e ngjyrit? Gratë tani janë më të sensibilizuar dhe kjo fal jush, fal nesh që flasim, tetori roz, çdo gjë, patjetër këto kanë impaktin e tyre. Jepet zë, edhe vetë kryeministri në nisje të këtij muaji, pra edhe politika angazhohet në postime sensibilizuese. Dhe janë gjërat e duhura sepse janë gra që kanë informacione dhe janë më të ndërgjegjësuara se çdo vit dhe më shumë. Patjetër që numri grave që vijnë për të vizituar është më i madh me kalimin e viteve, patjetër. Dhe kjo faljush që i mëshoni kësaj pjese. Besoj që ju do t'jeni si një libër që keni pafundësisht histori, kujtime, emocione të forta, pozitive dhe trishtuese brenda vetes tuaj, por zakonisht kur fatkeqësisht do duhet të thoni një paciente, një gruaje që është diagnostikuar me kancer në regjirit, çfarë të thonë? E para unë nuk përmend termin kancer se nuk më pëlqen. Më thuaj nuk pak si më pëlqen si nocion, edhe them qeliza me natyrë jo të mirë, ose masë e dyshimt që duhet i bëjmë biopsin, atë që quhet mbjellje. Dhe rezultati i biopsisë them që janë qeliza me natyrë jo të mirë, që duhen trajtuar, që ne do zgjedhim mënyrën e duhur të kirurgjisë, por që kanë zgjedhje. Më thënë, këtë gjë i them... Jeni edhe psikologe njëkohësisht. Duhet ta vini ta ngulisni që kjo gjë ka zgjidhje. Do merremi pak bashkë me këtë situatë, por në fund të ditës do ja dili. Çfarë të thonë? Fillojnë qajnë. Sa e vështirë është për ty? Po, shiko, shumë e vështirë, sepse fundja dhe ne qenie njerëzore jemi, prekemi nga ato lotët e grave që qajnë. Është e vështirë sepse ti vendosësh në vendin e asaj gruaje aty, secila ka ato historitë e veta, ka ato frikrat e veta dhe mundohesh ti kuptosh. Por patjetër të duhet të jesh e fortë që ti japësh, sepse të shikojnë si burim shpresat e ty kanë sytë, kupton, dhe pasi fshin lotët prap drejtohen edhe të shikojnë. Edhe unë nuk mund të qaj, kam të ndaluar të qaj, po patjetër qaj brenda vetes. Sepse për çdo informacion të kësaj natyre është një plag që të krijon kjo dhënia e këtij informacioni, sepse me shikon ato gratë që vuajnë, ato vajzat me nanat që qajnë shëmtuar, por i them kështu që ju nuk e shikoni dritën në fund të tunelit, sepse nuk keni kaluar ndonjëherë në këtë rrugë. Kurse mua më është dhënë rasti të kaloj bashkë me paciente të tjera, përjedhoj unë e shikoj atë dritën në fund të tunelit që ju tani nuk e shikoni, por që bashkë do t'ja dalim. Kur ja dalin, ose më saktë kur ja dilni, çfarë të thonë? Domethënë, ose më saktë, mësimi që marrin, se ka mësim e jetë. Nga gjithë kjo eksperiencë e vështirë, por mësimi që marrin është ardhja e çdo antari femër për kontrollet dhe për ekot e gjirit. Duke filluar që nga vajza, motra, alla gjithë fisin e sjellin në çdo kontroll. Doktoresha kam sjell mamin, doktoresha kam sjell vajzën, kam sjell tezën hallën për të bërë kontrollin e gjirit. Domethënë, është ajo shpreha që digjesh nga qulli dhe do i frysh kosit. Patjetër që bëhet shkas për të ndërgjegjësuar antarët e tjerë të familjes që nuk e kanë quajtur kaq me vlerë bërjen e një ekoje. Doktoresha, duket falenderuar dhe duket qenë mirënjohës se ishe sot në program. Në 60 sekonda ose më shumë sa të doni ju, mund ta thyej tërësisht rregullin e programacionit kur fillon për gjëra kaq të rëndësishme. Çfarë do doja të thojë në fund të kësaj interviste? Çfarë është shumë e rëndësishme për të thënë përveç se të kontrollohet? Roz është çdo muaj, nuk është vetëm tetori. Roz bëni çdo ditë tuajën, 20 minuta në ditë. 20 minuta ajo ekoja e famshme është respekt për veten, është dashuri për veten, është dashuri për të tjerët. Mos e neglizhoni, nuk ka nevojë të keni shenja dhe të vini të bëni ekon. 20 minuta nuk dham, nuk djeg, nuk çpon, mund të vini të bëni ekon dhe të jetoni të qeta.
Doktoresha Lira dhe jo vetëm, një staf i madh i gjerë ju pret në Spitalin Hygea Tiranë, sidomos këtë muaj për t'i ardhur në ndihmë shqiptarëve, vjen dhe me paketën minus 50% zbritje për të gjitha gratë dhe vajzat që duan të bëjnë një ekogjiri, mund të shkoni tek Spitali Hygea Tiranë dhe mund të kontrolloheni dhe duke shpresuar gjithmonë për lajme të mira, por sigurisht ka gjithmonë dritë në fund të tunelit siç doktoresha Lira e tha. Faleminderit shumë që ishin në program. Faleminderit juve. Të uroj një ditë, një muaj të bukur dhe shumë roz. Shumë roz, patjetër. Mirë, shkojmë në reklama, rikthehemi pas pak në program.